Dje u inaugurua filiali i ri i klinikës Merja në Kavaj, duke sjellë pranë qytetarëve trajtime me çare dhe ekstrakte bimore pa pasur nevojë të udhtojnë drejt Tiranës. Doktor Ylli Merja theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me fermerët e zonës, duke ofruar mundësi për mbjedhjen e bimëve mjekësore dhe tregtimin e tyre. E quaj një sukses të dy të parëve dhe sigurisht koha ndoshta kërkon edhe një njësi të tretë shitjeje. Pra, shkurtimisht forcohen pikat e lidhjes së produkteve tona me qytetin të shumë kulturuar të Kavajës. Duam ta thellojmë dhe ta zgjerojmë këtë bashkëpunim. Pra jo vetëm të jetë një pikë shitje produktesh, por njerëzit, fermerët nga zona rreth e përqark mund të vinë këtu dhe të na japin ato mendimet e tyre që shiko Ylli, unë mund ta mbill një parcel me kamomil, juve e doni. Unë mund të bëj një parcel me nenegjik, juve mund të na i tërhiqni këtë si produkt, dhe unë ju kam thënë njerëzve kështu. Ta marrim një produkt, ju llogarisni shpenzime dhe fitimin, ai është çmimi për mua. Mbi këtë dysheme, le të fillojnë hallkat e tjera. Doktori garantoi gjithashtu produkte bio për sportistët e futbollit Kavajës, për energji dhe forcë. Po, mundet që ne, kuptohet, në varësi të dëshirës atyre, t'ju përgatisim një set produktesh që t'ju japim energji, që nëse ju vriten këmbët, ato dhimbje t'u lehtësojnë brenda 1-2 ditësh, të kenë energji për në fushë. Po sigurisht falas. Si edhe kanali juaj televiziv që u vu në dispozicion të këtij promocioni tonë. Doktori sodhi shembuj konkret të bimëve të zonës, si dhe nënvizoi potencialin e bimëve vendase si trëndafili e egër, fara e zezë dhe asparagus për shëndetin dhe tregtit e sigurt. Kam mbi 20 vite që unë bashkëpunoj me njerëz këtu dhe pikërisht këto pika bashkëpunimit duhet të forcohen dhe të thellohen më tej. E kemi pas filluar me dafinën, pra grumbulloi gjethja e dafinës dhe ne atë e tregtonim deri në Bullgari, në Maqedoni dhe në vendet e tjera. E kemi përforcuar më tej me specin e kuq dhe djegës të Kavajës, që ka qenë me të vërtet dhe është një produkt shumë i mirë, e sidomos dhe në ato kodra ku prodhohet. Kemi ofruar një mundësi bashkëpunimi për prodhimin e frutit të shegës, ndoshta mund të kombinoj edhe me shegën e egër, por pse jo të mos thellohet me trëndafilin aromatik të Damaskut. Unë e kam provuar aty në fermën time në Lush, është që toka e pëlqen shumë mirë, është shumë aromatik, jep më shumë vaj esencial se ndoshta edhe se në origjinën e vet. Pra mund të themi atje në origjinën e vet, atje duhen 3000 kg petale trëndafili për të dalë 1 kg vaj esencial i trëndafilit të Damaskut. Këtu ndoshta duhen nga 2.5 deri nga 2500 deri në 2700 kg, që do thotë përqindja e vajit esencial në petale është më i lartë. Uji aromatik i petaleve është shumë tonik, shumë më i dashur. Filiali i ri pritet të jetë një qendër e rëndësishme për shëndetin natyral dhe zhvillimin ekonomik të komunitetit lokal.